Më gjërësisht në lidhje me shifrat e publikuara në lidhje me shpenzimet e turistëve të huaj në vendin tonë, por edhe për sa i përket ecurisë 2025, do diskutojmë me zotin Riges Beqiri, tur operator, njohës i çështjeve për turizmin. Riges, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. 4.42 miliardë euro shpenzime nga të huajt në vendin tonë, sikur se ndoqëm edhe nga kronika. Është niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë për çdo 9 mujor, por gjithsesi, a është e mjaftueshme? Dhe a janë reale që është më rëndësishme shifrat? Tani të kënaqur nuk jemi asnjëherë, por e mira s'ka fund. E mira s'ka fund. Por dua të them që gjithë industria e sektorit të turizmit për 2025 në opinionin tim e ka arritur targetin. Ka qenë viti më i mirë. Dhe ka qenë viti më i mirë. Po. Ka qenë viti më i mirë, e ka arritur targetin dhe kemi një përmirësim dhe arritje të objektivave që ne kemi parashikuar për 2025, pra një rritje graduale duke u krahasuar me vitet e më parshme. Nëse kur ju pyeta a janë shifrat reale, kisha fjalën tek llogaria, që nëse bëjmë llogaritë thjesht janë 4.4 miliard euro shpenzime për 9 mujorin në Shqipëri. Kanë ardhur rreth, ose hyrje më saktë, janë rreth 10 milion, por që quhen vizitor, pastaj quhen edhe turist. Nëse bëjmë një llogaritë të thjeshtë, i bie 440 euro që janë shpenzuar nga çdo i huaj. Realisht, kaq shpenzojnë apo shpenzojnë shumë dhe dalin prapë pastaj tek mënyra se si ne i masim turistët? E kemi thënë shpesh herë të pjesën e informalitetit. Pra, çdo statistikë që zakonisht ne marrim nga institucionet shtetërore janë të përafërta, të cilat e nxjerrin pak a shumë një realitetin, por nuk është se janë shumë të sakta. Por ta përkthesh në realitetin shqiptar në mënyrën se si është zhvilluar turizmi në Shqipëri dhe çfarë ne realisht ofrojmë, pra të kthehemi në bazë, kthehemi nga ato çfarë ne shikojmë statistika dhe çfarë ka realisht në Shqipëri, mendoj që është një shpenzim shumë normal për ato çfarë ne ofrojmë në Shqipëri. Sepse po të shikosh në vitin e kaluar, pra kemi një shpenzim pak më të ulët se sa 2025. Ka qenë poshtë 400 eurove. Kjo tregon edhe me realitetin që faktikisht në 2025 kemi një shtim të shërbimeve. Ne këtë faktikisht e kemi folur edhe më herët në intervistat më pashme që gjithmonë flite që po shpenzojnë turistët shumë pak. Dhe në ndërkohë unë thoja që po shpenzojnë pak sepse kaq po ofrojmë. Sepse nuk ofrojmë shërbime më shumë. Po, kaq ofrojmë. Tani kemi rritur standardin, pra ka hotele të cilat janë me 5 yje që automatikisht turistët do shpenzojnë më shumë. Gjithashtu edhe hotelet faktikisht në për gjithë Shqipërinë për 2025 i kanë rritur çmimet diku rreth 10-15% mbase për shkak të vlerësimit të euros ka ndodhur këto fenomene, por gjithashtu janë rritur edhe shumë shërbime të tjera të cilat nuk kanë qenë më herët, edhe janë reklamuar pak më shumë. Pra turistët kur kanë ardhur në Shqipëri kanë parë shumë shërbime ekstra për të shpenzuar para ekstra, se logjika e çdo destinacioni turistik, e çdo vendi është që të shtojë sa më shumë shërbime, që ta mbajë sa më shumë turistin në këtë destinacion dhe shpenzojë sa më shumë para. E bëjmë këtë ne, ose jemi përmirësuar, shkojnë të huajt për shembull në një destinacion të caktuar, qoftë kulturor, qoftë bregdetar. Janë këto shërbime të tjera shoqëruese, duke nisur çdo lloj aktiviteti që ka të bëjë me turizmin? Po përmirësohet, sepse po shikohet tani që nuk mundet që gjithë të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe diversifikimi është mënyra më e mirë. Dhe në këtë proces tranzicioni në zhvillimin e sektorit të turizmit, njerëzit kanë filluar të ftillohen dhe të japin shërbime të cilat mungojnë. Dhe po mund themi që janë shtuar disa shërbime të cilat nuk kanë qenë më parë ose kanë qenë ofroheshin në mënyrë sporadike. Jo të organizuara. Për shembull në Vlorë, anijet të cilat ofrojnë shërbimet e transportit ditor për në Sazan, Karaburun, tek Shpella, poshtë e Haxhi Alis, e tjerë. Pra janë shërbime të cilat kanë qenë më parë,
Tani janë shtuar dhe janë promovuar dhe turistët kanë interes. Kur vizitojnë Vlorën e kanë me patjetër për ta bërë ta bëjnë atë xhiron me anijet. Edhe kur vinë në Shqipëri, tani e kërkojnë një gjë të tillë. Siç ishte sepse më herët është promovuar Shqipëria, do shkojmë në Ksamil. Pra Ksamili, Maldivet, shkojnë atje, do lahen në plazh, patjetër që ka edhe aty ka shërbime, por kishte diçka që mungonte. Tani kërkojnë eksperiencë. Dhe eksperiencat, ne patjetër jemi përmirësuar, por realisht, sepse ne thamë që turistët janë të gatshëm të shpenzojnë nëse ofrojnë shërbimet dhe padyshim nëse nuk abuzohet. Destinacionet kryesore vjojnë tjenë ato tradicionalet apo bashkë me rritjen e shërbimeve, po zgjerohet edhe harta e destinacioneve. Kam shtypjen bëjmë pjesë të njëjta paketë. Janë zgjeruar, destinacionet janë zgjeruar në Shqipëri, që nga veriu deri në jug, në varësi edhe të sezonit, dhe jo më kot kemi këto shifra të larta, si për numrin e vizitorëve, ashtu edhe të ardhurave, sepse është zgjeruar sezoni turistik, sepse kemi shumë çfarë ofrojmë nga veriu deri në jug, si malet, si detin, si kulturën, por që klasika mbetet klasike dhe patjetër çfarë është pjesë e UNESCO-s tërheq dhe do të vizitohet gjatë gjithë vitit. Kam shtypjen duhet t'i promovojmë dhe t'i shfrytëzojmë akoma më shumë ato pasuritë UNESCO-s, jo vetëm për qytetet, Beratin, Gjirokastrën, por edhe ato që kanë treguar histori dhe fundit ishte Lahuta që mori mbrojtjen ose u kategorizua si pasuri nga UNESCO. Edhe këto kam shtypjen mund t'jenë produkte specifike të vogla, por që shesin. Është kombinim. Këtu vim tek kombinimi se si të mbajmë turistin, se si të shesim Shqipërinë si një destinacion turistik. Konkretisht, nëse do vizitohet, po themi, Berati, nga Tirana vizitohet Berati, pjesë e UNESCO-s, nuk ka nevojë për shumë reklamim, që është pjesë e UNESCO-s, dhe kur të kthehet në Tiranë, një mbrëmje muzikore me Lahut ka sërish diçka për të thënë. Pra sërish, jo vetëm që turistët do të dëgjojnë muzikën dhe do të shijojnë ushqimin tradicional, kërcimin tradicional, por do të shikojnë dhe diçka që është pjesë e UNESCO-s, që sërish ke diçka për të thënë. Normalisht që guidat bëjnë një punë fantastike gjatë gjithë kohës, që japin shpjegime, tregojnë për historinë, tregojnë për vendet e bukura, për traditën, por në momentin që ti e klasifikon pjesë e UNESCO-s, e ke patjetër gjithë vëmendjen e gjithë grupit se çfarë është kjo gjë interesante. Riges, ju merreni më tepër me të huajt që vizitojnë Shqipërinë, por shifrat tepër do me thonë se janë edhe për shqiptarët që shpenzojnë jashtë. Bëhet fjalë për 2.1 miliard euro për 9 mujorin e këtij viti, që gjithashtu është rekord. Por flasim për shqiptarët të cilët shpenzojnë në Shqipëri. E kanë zbuluar, pra edhe shqiptarët janë potencial për turizmin, për çdo operator turistik? Por operatorë turistik janë, patjetër, çdo mos fundjavat, por edhe bizneset lokale e kanë kuptuar shumë mirë potencialin e madh që kanë vetë shqiptarët. Sepse gjatë fundjavave, por edhe gjithë sezonin, shqiptarët mbulojnë një boshllëk dhe një xhiro shumë të madhe të bizneseve të cilat ndodhen sidomos kryesisht jashtë Tiranës, sepse Tirana është ajo që e furnizon pothuajse gjithë Shqipërinë me vizitorë të cilët shpenzojnë edhe goxha para. Edhe kemi thonë edhe më herët, to e kam nga bisedat me biznese lokale, që shqiptarët në momentin që dalin nga shtëpia dhe shkojnë si turist, nuk është se kursejnë. Nuk kursejnë. Qa kanë aty në portofol, do i prishin gjitha. Dhe shifrat tregojnë, po aq kam shtypjen në base edhe më shumë se 2.1 miliard që kanë shpenzuar jashtë, po aq edhe më shumë mund të kenë shpenzuar edhe në Shqipëri. Janë potencial. Janë potencial i jashtëzakonshëm, edhe që udhëtojnë jashtë, tashmë është kthyer avash po kthehet në formën e një kulture, që jo vetëm të shohim vendin Shqipërinë, po edhe shohim jashtë, kanë ndihmuar shumë linjat low cost, edhe fluturimet direkte, ka ndryshuar edhe, po ndryshon, edhe kultura e
të rezervuarit në avans. Ne më herët të thonim që na vinte çudi kur dëgjonim vendet e Europës perëndimore, gjermanët që i bënin pushimet, i parashikonin pushimet pas një viti, pas 6 muajsh, ne thonim po çfarë bëjnë to, si e bëjnë këtë gjën. Por shkojmë edhe Por edhe ne po shkojmë drejt atyre, sepse nëse ti e rezervon në avans, e merr më lirë, çmimin më lirë, mund të bësh shumë, mund të bësh 2 ose 3 udhëtime, se sa të bësh një udhëtim last minute. Emergjent. 2025, Ariges, për të bërë edhe një përmbledhje, si ka qenë, me përmendet pak, që mund të ketë qenë vitet më të mira, por flasim jo vetëm në aspektin e fitimeve, por në tërsinë e vetë. Në thelb, ka zhvillim, është pozitiv. E tregojnë shifrat dhe këtë pjesë e mbyllim. Ajo çfarë ne duhet të kemi kujdes është cilësia dhe standardizimi. Pra duhet që gjithë këtë fluksin që ne kemi, këtë rritje që ne kemi, mos të shkojmë në kaos. Dhe këtë gjë ne duhet, për mos e pasur të problem në vazhdim, duhet me patjetër të standardizohemi dhe të kemi një cilësi të mirë. Si do të standardizohemi? Do thotë që kur ti drejtohesh një restoranti, të dish se çfarë ofron. Kur ti drejtohesh një strukturë akomoduese, duhet dish se ku po shkon. Gjithashtu, edhe në infrastrukturë duhet kemi një standardizim që nëse do të marrësh drejtimin për një destinacion caktuar, duhet të dish edhe çfarë turistësh të çosh, sepse turistët kanë kërkesa të ndryshme, kanë standarde të ndryshme dhe duhet të përshtasësh atë çfarë turisti kërkon me vendin. Kjo ndodh shumë mirë në vendet jashtë, duhet në Shqipëri që ta bëjmë këtë gjë. Po thuash që do ikësh në Theth, aty ke guest house, aty ke mikpritje dhe aty ke ushqim tradicional. Nëse do marrim një zonë të caktuar Palasën, aty ke luks, aty ke lokalet shtrenjta, aty ke shërbime me pesyje. Duhen kategorizuar. Duhen kategorizuar që të kemi një standard dhe tjetë shumë më e thjesht pastaj për të shitur vendin tek turistët, tek kompanitë. Duhet diçka e centralizuar, Ariges, dhe jo e shpërndar në të gjitha portalet ndryshme apo faqe interneti. E kam fjalën tek shërbimet. Pra një i huaj, është mirë që gjithçka ta gjej të centralizuar, apo edhe mënyra se si funksionojmë aktualisht është e mirë? Duhet të centralizohet. Edhe ajo çfarë unë shikoj me keqardhje është që bëhen shumë evente për start-up-e, bëhen shumë mbështetje për ide të reja, edhe ajo çfarë unë se kam suportuar asnjëherë, këto e kam thënë në nivel miq edhe kolegësh, që gjithmonë një ide inovative është të hapim një aplikacion për një gjë. Dhe janë bërë 1000 aplikacione, pa fund aplikacione, që nuk kanë pikën e lidhjes me ato çfarë... Dhe shumicat dështojnë shumë... Dështojnë. Janë aplikacionet ndërkombëtare të cilat janë të besueshme që sjellin fluksin më të madh. Në ndërkohë duhet një investim serioz nga kompani serioze që kanë buxhet. Nuk mundet një startup të krijojë. Nuk jemi ne në fazën e ëndrave që ne shikojmë jashtë, sepse kanë tjetër strukturë, është komplet tjetër, edhe kultura. Kultura, mbështetja, pra atje subvencion, po e themi në Europën perëndimore, ose zëmos në Amerikë, atje ka shumë biznese që të mbështesin, ka shumë shtetit të subvencionon që të mirëmbash këtë gjën e vogël për ta zhvilluar. Dhe këtu pastaj mbrapa me aplikacione në Shqipëri bëhet një mishmash që më shumë të ngatron sepse të zgjidh. Edhe s'di këtë zgjedhësh. Dhe nuk di të zgjedhësh të shkosh prapë tek aplikacione ndërkombëtare për të parë aktivitetet në Shqipëri. Duhet me patjetër të ketë një zgjidhje mbase edhe si fillim nga vetë qeveria, mbase, ose nga biznese të cilat kanë kapital. Bashkëpunimi midis turoperatorëve dhe njësive akomoduese, qofshin bujtina, qofshin hotele, mes restoranteve dhe të gjithë të tjerët që janë pjesë e këtij zinxhiri të ofrimit të shërbimeve, funksionon si duhet? Pra, ju si turoperator, e keni të lehtë të bëni kontrata me të gjithë tjerët? Sepse qëllimi për gjithë është fitimi. Në turizëm asgjë nuk bëhet vetëm dhe me patjetër duhet që të bashkëpunosh.
është edhe kjo pjesa e bashkëpunimit faktikisht është në fazën e tranzicioni nga ajo çfarë ne jemi krenar besa, fjala e dhënë, tek dokumentat dhe tek kontratat. Kështu që tani po afrohemi tek kontratat dhe po bëhemi më të formalizuar. Kapitalizmi këtë ka. Se është ky fenomeni që ka shumë njerëz që e japin fjalën, por pastaj tundohen nga paraja. Kjo paraja kishte qenë diçka shumë problem shumë i madh dhe tani po shkohet drejt formalizimit me kontrata që është shumë normale, që gjitha bizneset janë të qeta, ti e di shumë mirë në moment që ke bërë kontratën, e di shumë mirë që të marrë shërbimin e caktuar edhe mbyllet gjithë diskutimi, nëse nuk një biznes nuk është korrekt, do paguaj çfarë ka për detyrë për të bërë. Kështu që edhe kjo punë po rregullohet, po kalon një fazë tranzicioni që po funksionon. Ka problemet e veta, po funksionon. Ndërkohë, tani jemi në sezonin e dimrit, zyrtarisht në base edhe në festa. Ta themi shkurt, keni punë tani? Punojmë sa për të mbajtur stafin në punë. Kryesisht huaj. Me biznesin që unë kam, me turistë huaj, ka pak lëvizje, ka pak kërkesa. Destinacionet kryesore, tani në dimër, Mali normalisht. Zonët kulturore, pa tjetër, po Mali shitet shumë në moment që ka borë. Dhe tani s'ka borë edhe në zonat... Kishte mesin në torit, por ka përshtypjen nga shkirë. Zonat malore, në momentin që vjen dimri, bien gjethet, dhe nëse nuk ka borë, është momenti më i papërshtatshëm për t'i vizituar. Sepse duke si e shkret vëndi, nuk e ka atë bukurinë e maleve. Kështu që ne jemi në këtë fazën që është dimër, nuk ka borë, në momentin që fillon bora, pastaj ka një fund jashtëzakonshëm të zonave malore, por edhe Korça. Korça gjatë dimrit mban gjithmonë rekord vizitorës, është një qytet shumë i bukur. Edhe tuajt kanë të njëjtin trend, pra edhe ata vinë shumë nëse në vendet malore ka borë, apo për shqiptarët ishte kjo? Kjo ishte për shqiptarët, por edhe për të huajt, sepse në momentin që ka borë e shet më lehtë. Çështja është si të shesësh një destinacion. Në momentin që ti i dërgon foto, video, i thua që do të shikosh borë e tjerë, e shet më thjesht dhe ka më shumë kërkesa. Nëse nuk ka borë, si do ja mbushësh mendjen që ta vizitoj? Bora që nga një aset shumë i rëndësishëm për t'i bindur turistët. Në këtë periudhë, po. Ndërkohë, Riges, në lidhje me pritshmëritë për 2026, ne thamë 2025 ishte rekord dhe të paktën 4 apo 5 ditë e fundit kanë qenë rekorde njëri pas tjetrit. Si e mendoni 2026, mos kemi arritur në fazën ku sektori po maturohet dhe do jemi te këto shifra mes 11 dhe 12 milion hyrje? 2026 e shikoj sërish me një rritje, në base diku tek pothuajse me të njëjtën ritëm si krahasimet 2024 me 2025, du të kemi në base diku tek 8, në base 10% rritje të numrit të vizitorëve, po ashtu edhe të ardhurave, dhe këto e them për disa arsye, sepse marketingu po vazhdon të bëhet jashtëzakonisht shumë i mirë, dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse Shqipëria po vizitohet. Infrastruktura është rregulluar, po vazhdon të rregullohet. Investimet në sektorin privat po bëhen, disa të tjera janë në përfundim, pra po zirohen investimet në sektorin privat. Shqipëria vazhdon të ketë një imazh shumë të mirë nga vizitorët që kanë vizituar Shqipërinë, pra kanë patur një eksperiencë të mirë në Shqipëri. Dhe duke pasur parasysh që vazhdojmë të jemi sërish më të lirë se sa vendet fqinje, jam shumë shpresplot dhe gjithë kjo analizë më të çon të them që 2026 do të jetë një vit suksesi. Marketingu që po bëhet shumë i mirë, po bëhet nga vetë bizneset, qofshin hotele, qofshin operator, apo edhe qeveria shqiptare po bën marketing, pra përsa i përket pjesës vetë? Gjithë aktorët po e bëjnë marketing. Pjesëmarrja në panajire për shembull ka qenë e shpeshtë. Ka panajire jashtë
që është bërë si nga bizneset private edhe nga qeveria, po bëhen panajire edhe në Shqipëri, të cilat mbështeten nga qeveria. Gjithashtu janë goxha marketing që bëhen nga institucionet qeveritare, pra janë një mix gjithë se cili po bën atë punën e vetë dhe prandaj ka rezultuar e suksesshme. Kur Ministria po mendonte që të bënte një promovim të Shqipërisë nëpërmjet influencerëve dhe njerëzve të cilët kanë shumë vizibilitet në Europë, pat një reagim shumë të fortë në Shqipëri, sepse po thonin që po shpenzohen para kot, por faktikisht rezultoi shumë e suksesshme. Mbase tashmë ky është trendi i ri i të bërit marketing. Për ta mbyllur bisedën, Riges, në mënyrë që të kemi më shumë turist gjatë periudhës jashtë sezonit turistik, që këtë vit mund të jetë shtyrë mbase deri në tetor, muajt e tjerë, nëntor, dhjetor, deri në fund të marsit, duhet fokusohemi tek pasuritë kulturore që ne kemi. Marr shembull Linin, për shembull, i cili u zbulua, ishte vendbanimi 1000 vjetër, 8.000 vjeçar thuajse, por nëse shkon aty nuk është se shikon ndonjë gjë specifike, pra nuk e se çfarë mëson nga ky vendbanim. Dhe kemi edhe shumë tjera të tilla që nuk promovohen. Ka aq shumë Shqipëria sa janë ca guida që janë shumë jashtëzakonisht shumë të mira dhe në moment kur bëjnë gujdimin me autobus, mbajnë mikrofonin edhe shikojnë në të majt, shikojnë në të djathtë, ka informacione pafund. Problemi është që nuk janë të mirëmbajtur, nuk janë investuar. Nëse ndalon s'ke çfarë bën atë. Nuk e çfarë bën. Por për sezonin e dimrit, mbase për të mbushur këtë boshllokun, si gjithmonë sugjerohen të bëhen festa, shumë festa, aktivitete të ndryshme, ku diun panajire për turizmin ose panajire të ndryshme, pra që të mbajnë hotelet të zëna, gjithashtu transportin, pastaj restorantet, pastaj ato që do vinë për këtë arsye, thonë do vizitojmë një qytet tjetër, etj. Çdo shtet i konsoliduar që ka një plan strategjik se si të mbuloj të boshllok, kjo është strategjia që ndiqet. Riges, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit, Nesi.